A I keni vënë re ustallarët e politikës vjetër, njerëz korruptuar e kriminalizuar, nuk kanë emocione. Madje, edhe kur shfaqin emocione, janë duke I shtirur emocione, sepse ata prej vitesh, prej dekadash, e kanë humbur njerëzillokun, e kanë humbur aftësinë për ta vënë veten në vendin e tjetrit. Se ti nuk mund t'jesh njeri, kryeministër, ministër, hajdut, oligark, dhe të pranosh të jetosh në një vend ku qytetari mesatar është nga më të varfrit e Evropës, të mos më I varfri, nga më të smurët në Evropë dhe nga më të keq trajtuari në Evropë. Prandaj, ju ftoj të kemi sa më shumë emocione dhe ta bashkojmë emocionin me arsye. Qëllimi I mbani gjysma e punës. Kjo drejt. Kur po e mendoja këtë fjalim, kisha mendje tjetër hyrje. Doja të drejtohesha Mirdita, o qytetarët më të palumtur të Evropës. E kanë fjalët për qytetarët e Republikës së Shqipërisë, nuk dua të bëj dallime rajonale këtu. Dhe këtë nuk e them nga kokaina. Studime të huaja tregojnë pasi I kanë pyetur popujt e Evropës. A jeni të lumtur? Kanë dalë në përfundimit që populli shqiptar është më I palumtur në Evropë. Dhe me të drejtë. Se si mund t'jesh I lumtur ti kur pensioni yt pos pat e fat është 97.000 lekë të vjetra e po pat e fat është 180.000 lekë të vjetra. E kështu, edhe fatbarët, edhe fatësit nuk kanë para për të mbushur barkun me pensionin e tyre. Si mund t'jesh I lumtur ti në këtë vend ku po u smure zinxhiri I vjedhjes ka nisur shumë larg te kryeministri I vendit, te ministrat dhe ministret e shëndetësisë, që nëpërmjet koncesioneve shpërdorojnë miliona euro çdo vit dhe mbaron pastaj tek pronarët e spitaleve private që çvatin dhe te mjekët e korruptuar që të marrin dhe lekun e fundit që t'i kenë në xhep. Si mund t'jesh I lumtur ti në një vend ku po punove gjithë jetën, po bëre 1 punë, 2 punë, 3 punë, prapë se prapë nuk blen dot shtëpi, as me para dhe as me kredi, se çmimet e apartamenteve kanë vajtur si në Paris e në Milano, ndërkohë që jeta ekonomike dhe sociale I ngjan më shumë vendeve të botës së tretë se sa kryeqendrave evropiane. Se në Shqipërinë e sotme, apartamente në për qytetet kryesore mund të blejnë vetëm trafikantët e drogës, vetëm politikantë korruptuar dhe fëmijët e tyre në Tiranë dhe kudo në për Shqipëri dhe vetëm spekulantët. Njerëzit e punës, punëtorët, profesionistët, shtresa e mesme, lere më të tjerët, sot e shohin shtëpinë si që qenë njerëzimi kolonizimin e Marsit, në një të ardhme të largët kur s'do jemi gjallë. Të lumë! Bravo! Do doja t'ju përshëndesja po ashtu, e t'ju thoja, Mirdita o populli më I lodhur I Evropës. Dhe kjo nuk është metaforë. Kjo nuk është metaforë se ka studime që masin orët e punës në javë të popujve të Evropës. Dhe ndryshe nga shton, dembelët dhe të korruptuari që si kanë thënë kur punës mirëmëngjes dhe që I akuzojnë shqiptarët si popull që nuk e do punën. Studimet e studiues dhe serios tregojnë që shqiptarët janë nga popull që punojnë më shumë orë në javë. Jemi nga të rrallët popull në Evropë që jemi të detyruar të punojnë edhe të shtunën, edhe të dielën, të punojnë jo 8 orë në ditë, po 9 orë në ditë, 10 orë në ditë, 11 orë në ditë. Nëse nuk më besoni, pyesni punëtorët e fasonerive, pyesni punëtorët e ndërtimit, pyesni dyqanxhit që rrinë pothuajse 16 orë në ditë në dyqanin e tyre dhe bëjnë apo s'bëjnë 300.000 lekë në muaj fitim.
Jemi nga populli që punojnë më shumë, faturemi më pak, shfrytëzohemi më shumë, na rrezikohet jeta në punë më shumë se kudo tjetër. E prapë se prapë. Ne jemi lodhur dhe në një kuptim tjetër. Jemi lodhur me politikanë që kanë 34-35 vjetë që na vjedhin, na fyejnë, na poshtërojnë, na marrin shpresën, na dëbojnë fëmijët, na vrasin prindrit, na shkatrojnë familjen, na kanë bërë të gjitha të zezat, më keq se çdo pushtues në historinë e Meksikout. Fyes për popullin e vetë, që pasi na vjedh, nuk lët ditë pa dërdëllisur, e pa fyer një pjesë të popullit shqiptar. Jemi të lodhur me rivalin e tij politik, që ka në politikën shqiptare dy fishin e moshës time mbase, dhe që kërkon ende pasi ka bërë namin, pasi ka vjedhur dhe ka vrarë, kërkon ende pushtet me Sali Berishën. Jemi të lodhur me politikanë që e kanë vendin burg sot, madje sot do duhet kishin dalë nga burgu se vendin burg e kanë patur që 30 vjet më parë dhe kërkojnë pushtet, kërkojnë privilegje, kërkojnë para, madje kërkojnë edhe një vend të nderuar në histori. Po a ka turp më të madh se pushtuesi? A ka turp më të madh se të korruptuarit? A ka turp më të madh se ata që poshtrojnë një popull të tërë të kërkojnë një vend nderi në histori? Vendi tyre në histori tashmë është i shkruar, është atë kosh plerash që të gjithë bashkë po e fundin. Historia do t'i dënojë. Do më lejonim ta mbyll këtë fjalë duke falenderuar ata të cilët i falenderoj shumë rrallë, fat, aktivistë Lëvizjes Bashk, jo edhe në Korçë, po kudo, në Shkodër, në Vlorë, në Lezhë, në Berat, në Tiranë, në Elbasan, në Kukës, kudo, nga Shqipëria dhe diaspora, shumë prej tyre, kanë lënë punën, kanë lënë familjen, kanë lënë pagën për një muaj të tërë, për të ardhur në Shqipëri dhe për hapur dritën e shpresës. Dua t'i falenderoj për faktin që janë të palodhshëm, jo thjesht të palodhur, por të palodhshëm. Dua t'i falenderoj sepse kanë bërë në këto javë kilometra të tëra. Dhe më ka shkuar mendja ndërkohë që vija këtu te një figurë historike e vitit 490 para erës sonë. E një qytetarit të Athinës, që në fund të betejës epike të maratonës, ku Athina e vogël në poshtë Persinë e Madhe, bëri 40 kilometra vrap për të shkuar në Athinë dhe për dhënë lajmin e madh që fituam. Aktivistë e Lëvizjes Bashk në këtë fushat, po edhe para kësaj fushate, po edhe në 12-13 maj, kanë qenë, janë dhe do të mbeten maratonomakët e jetës politike. Me vargjet e të madhit të papërsëritshmit, Fanoli. Ka shkruar Fanoli për maratonomakun dhe e mbyll poezinë e tij ndoshta me 4 vargjet më të fuqishme politike që janë shkruar ndonjëherë. Shkruan Fanoli, po shoqet dhe shokët e ri në Lëvizjen Bashk. Rend kudo duke bërtitur në përshekuj faqen dritur. Se i vogli e shtrin Viganin dhe i shtypur i Tiranin. Veç e bashk o maratonomak.